si PDK e çmojmë angazhimin e saj në shoqëri civile. Mirë po sot, puna më e rëndësishme që mund t'i bëj vetës dhe nderi më i madh që mund t'i bëj vendit është të largohet nga kjo garë. Kushtetuta, ligjet dhe rregulloria nuk mund të interpretohen sipas interesit ditor politik. Dhe kur një kryeministër, lider politik, zgjedh me vetdije të plotë të shkel kushtetutën për pushtet të përkohshëm, ai bëhet rrezik edhe për vetë themelit e shtetit. Këto veprime janë sinjale të qarta se pushteti po vendoset mbi kushtetutën dhe ligjet, dhe këtë nuk do ta lejojmë, dhe këtë së bashku me qytetarët e Kosovës do ta ndalojmë. Ju faleminderit shumë, ky është qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Stop dhunës politike në kuvend, stop veprimeve antikushtetuese, i bëjmë thirrje zonjës Feride Rushiti që mos të bëhet pjesë e maskaradës politike në kuvendin e Kosovës, mos ta huazoj emrin e saj për interesa politike ditore të Albin Kurtit dhe t'i kthehemi zgjedhjeve dhe dialogut politik në vend.